Gjykata e posaçme la në burg Loran Dushën, administratorin e inceneratorit të Fierit, i ekstraduar nga Zimbabve. Interpol Tirana dhe Interpol Harare bën të mundur lokalizimin, kapjen dhe ekstradimin nga Zimbabve në Afrikën e Jugut të Loran Dushës, 42 vjeç, lindur në Lushnjë dhe i shpallur në kërkim ndërkombëtar. Ai akuzohej nga SPAK për korrupsion dhe pastrim parash në lidhje me hetimet për ndërtimin e inceneratorit të Fierit, në bashkëpunim me Klodian Zoton dhe Mirel Mërtirin. Dusha u dënua nga shkalla e parë me 4 vite burg vetëm për pastrim parash, teksa apeli i posaçëm e ktheu pas për rigjykim dosjen e inceneratorit të Fierit. Ai ka mbajtur postin e administratorit të inceneratorit të Fierit, ndërsa nuk ishte i pranishëm në seancën e të hënës, pasi është shtruar në spitalin e Burgut për shkak të problemeve shëndetësore. Për 42 vjeçarin, gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në vitin 2022 kishte caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprat penale, korrupsion aktiv i funksionarëve të lartë shtetëror ose i të zgjedhurve vendor dhe pastrimi i produkteve të veprës penale ose i veprimtarisë kriminale të kryera në bashkëpunim. Nga hetimet ka rezultuar se Loran Dusha, në cilësinë administratorit të një kompanie private, ka përfituar fonde publike në mënyrë të paligjshme, përmes faturave dhe pagesave fiktive për punë dhe shërbime të pakryera. Pas mbërritjes në Shqipëri, 42 vjeçari ju dorëzua drejtorisë së përgjithshme të burgjeve.